Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin, nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit ton, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lenin Allah subhanahu wa taala inshallah do të vazhdojmë në shpjegimin e librit e Amalul Kulub, veprat e zemrës, shpjegim të cilin e kemi nisur shumë më herët, pastaj kemi pasur një ndërprerje të shkurtë, e me lenin Allah subhanahu wa taala nga sot e ditët në vazhdim, javët në vazhdim, do të vazhdojmë në shpjegimin e të njëjtit libër. Tema të cilën do ta trajtojmë tani është diçka e cila lidhet me themelet e kësaj feje, është temë e cila lidhet me bazën e kësaj feje, me asludinin, temë e cila është që ka të bëjë me ndërtimin e zemrës robit edhe e cila e mban robin në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, e ajo është tema e yekinit, e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj bindja e vërtetë ndaj Allahut subhanahu wa taala është ajo që e bën zemrën e robit të qëndrojë e palëkundur në fenë e Allahut subhanahu wa taala. E bën shpirtin të qetë, po ashtu edhe e bën shpirtin të qëndrojë ndaj çdo trazire gjatë jetës që ballafaqohet nefsi me sprova të ndryshme dhe bela të ndryshme, e kur robi e ushtron veten e tina, edhe e lidh veten e tina me Allah subhanahu wa taala dhe e shton bindje ndaj Allah subhanahu wa taala, është në gjendje që të bëj ball dhe të përballoj çdo trazire dhe çdo sprove ai me të cilën ballafaqohet në jetën e tij. Yekini apo ndryshe bindja e ndriçon zemrën e robit. Dhe se yekini është ai që e mban robin në rrugën e drejtë, në rrugën e sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e largon robin nga mëkatet. Padyshim se njeriu çdo herë ndryshon nefsi i tina. Çdo herë ndryshon nefsi i tina, përse ai i cili ka bindje të vërtetë ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe pasi që ti mëkaton Allahut, ai kthehet tek Allahu me pendim të sinqert. Kur robi e ka mbush zemrën e tij me bindje ndaj Allahut, largohet prej gjërave të dyshimta e kuma prej harameve. Dorsa tek ai i cili dobësohet yekini, sepse imani i njerit, sikur e dim të gjithë se dobësohet edhe shtohet duke bërë vepra të mira dhe dobësohet duke i mëkatuar Allahu subhanahu wa taala. E nganjëherë kur robi mëkaton edhe harron që të kthehet tek Allahu, edhe ta ripërsëri, ta ripërtrin jetën e tina, ta ripërtrin zemrën e tina dhe ta ngjallë ato me adhurim ndaj Allahut. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin." Edhe ti adhuroje Zotin tënd. Bë adhurim për Allahun subhanahu wa taala derisa ty të vjen yekini. Në këtë ajet dietarët thonë se në këtë ajet ku Allahu subhanahu wa taala thotë se adhuroje ti Zotin tënd derisa të vjen yekini, është fjala për vdekjen. Pse Allahu subhanahu wa taala vdekjen në këtë ajet e ka quajtur me yekin, me njëjtë me fjalën e bindjes, sepse robi çdo herë ka nevojë që ta adhuron Allahun subhanahu wa taala deri në fund të jetës tina, e kur vjen fundi i jetës tina, ajo është bindja e plotë. Kur ti adhuron Allahun subhanahu wa taala deri në fundin e jetës tënde, kjo është bindja e plotë. Kjo është bindja e vërtetë ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ky është nënshtrimi i vërtetë ndaj Allahut. Prandaj, nëse ne jemi duke folur për yekinin, edhe jemi duke folur për bindjen, shtrohet pyetja se si ta ndërtojmë këtë yekin, si të arrijmë deri tek yekini. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, edhe dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, tha Allahu në Kur'an. Prandaj yekini nuk lindi nga padituria. Bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala nuk mund të bëhet nga xehli i njëri, nuk mund të bëhet nga padituria, por se ajo bëhet duke e njohur Allahun. Fa'lam, edhe dijeti, edhe mësojeti annahu la ilaha illa Allah, se ai është Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka zot tjetër përveç tina. Para kësaj fjale Allahu subhanahu wa taala po thot fa'lam, edhe dije, për dush me mësuti edhe me ditë këto edhe me njoft Allahu subhanahu wa taala se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sepse ai është i vetmi edhe i pashoq. Për me arritë të yekini, robi duhet me mësu,
emrat e Allahut subhanahu wa taala, duhet lexoj, edhe duhet mësoj rreth cilësive të Allahut subhanahu wa taala, edhe ta njoh mirë Allahun atë të cilin ai po adhuron. Ta njoh mirë Allahun me emrat edhe cilësitë e tij, me emrat e tij të bukur, edhe me cilësitë e tij të larta, ta njoh mirë Allahun subhanahu wa taala, prandaj është prej shkaqeve për me shtu yakinin, për me shtu bindjen në zemrën tënde, ti duhesh me qenë për atyre që e njeh Zotin tënd me emrat e tij dhe cilësitë e tina. Pastaj me fillu edhe me meditu rreth fjalës Allahu subhanahu wa taala dhe rreth Kur'anit dhe rreth Sunetit, me mësu edhe me u mundu me kuptu kuptimin e drejt të Kur'anit, fjalës Allahu subhanahu wa taala, atë që e ka zbrit Allahu përmes melekut Xhibril tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo që na është transmetuar neve dhe me të cilin ne sot po bëjmë adhurim, sot falmi namaz, duhet për me shtu bindjen, duhet me meditu rreth Kur'anit. Prandaj prej shkaqeve që shtojnë yakinin ndaj robit është edhe të medituarit rreth krijimtarisë Allahu subhanahu wa taala. Me unale dhe me meditu se çka ka kriju Allahu subhanahu wa taala në tokë. Duhesh me ditë një sen, se çdo sen që Allahu subhanahu wa taala ka kriju e ka bërë ato në nënshtrim ndaj njeriu. Çdo sen, çdo gjallë, çdo krijesë që Allahu subhanahu wa taala ka kriju në këtë tokë e ka bërë ato që të jetë e nënshtruar ndaj teje. Andaj bindja, andaj të medituarit rreth këtyre krijesave, të medituarit rreth krijimtarisë Allahu subhanahu wa taala është prej shkaqeve që e shton bindjen në zemrën tënde, edhe është prej shkaqeve që të afron ty tek Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab." Padyshim se në krijimtarinë e tokës edhe qiejve, në krijimtarinë e tokës edhe qiejve, edhe çdo sen që ka brenda tokës, edhe çdo sen që ka brenda qiejve, ka argumente që duhet me mendu për të. A nuk mendoni ju rreth këtyre argumenteve? A nuk meditoni ju rreth këtyre argumenteve? Prandaj të medituarit, siç e kanë përmendur dietarët, përveç në ajetet e Kuranit, përveç në fjalën e Kuranit, është edhe të medituarit në krijimtarinë e Allahut subhanahu wa taala, me undal robi me mendu si e ka kriju Zoti gjithë këtë dynjë, si e ka kriju Allahu subhanahu wa taala gjithë këto gjallësa, si ka kriju Allahu subhanahu wa taala gjithë këto krijesa, e që nuk ka gjethe e cila bjen tokë vetëm se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj prej shkaqeve që e shton bindjen në fenë Allahu subhanahu wa taala dhe e shton bindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe bën robin më të nënshtruar, është edhe të shoqëruarit me njerëzit e mirë. Shoqërimi me njerëzit e mirë, duhet ditur se Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, i kanë dhënë rol shumë të madh, edhe i kanë kushtuar rëndësi shumë të madhe shoqërisë, se me kënd ti po shoqërohesh, kënd po e merr për shok në dunjë. Duhet ditur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilin ju të gjithë ju e dini: "El mar'u ala dini khalili, falyanzur man yukhalih." Padyshim se njeriu, robi, është në fejen e shokit tina, andaj le ta shikon se kë po shoqëron. Nëse ti e ke një shok edhe ai gjunaqar, me kalimin e kohës nuk mundesh me shpëtu edhe ti vetëm si ki me i bo gjuna. Nëse ai është për atyre të cilët pinë cigare, ndoshta ti nuk e ngjet për se ki me nejt në timin e tina. Nëse ai është për atyre të cilët fol fjalë kota dhe ofendon edhe përdor gjuhën e tina për fjalë kota dhe për ofendime ndryshme, ndoshta ti nuk i më bën në nivelin e tij, por se nganjëherë edhe ty ka me të rshit goja, sepse po ka garantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu është në fenë e shokut tina, prandaj shikoj se kë po me për shok. E nëse ti ke ndonjë shok i cili është njeri i xhamisë, i cili është njeri i cili e don Allahun subhanahu wa taala, i cili është njeri i cili e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ti nuk dëgjon asnjëherë prej tij vetëm ajo e cila është hajër, padyshim se edhe ajo ka me ndikuar te ti, ai ka me lënë gjurmë në zemrën tënde, edhe ti me kalimin e kohës ke më u bë për atyre që ke me adhuru Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç është i kënaqur ai, edhe ke me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alaihi salam se prej shkaqeve të cilën e shton bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala është edhe adhurimi i vazhdueshëm i Allahut edhe përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ishte prej duave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përsëritë këtë shumë shpesh. Edhe thonte: "O Allah, jepi shpirtit tem, jepi nefsit tem devotshmëri, edhe bëje nefsin tem, shpirtin tem të devotshëm, po ashtu pastroj atë, sepse ti je ai më i miri i cili e pastron atë, edhe
ti je mbrojtësi më i mirë dhe sunduesi i tij. Ishte prej duave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte shpesh. Andaj është e rrugës që edhe ne ta mësojmë këtë dua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. O Allah, bëje nefsin tim bëje shpirtin tim të devotshëm, edhe shtoja devotshmëri shpirtit tim. Edhe pastroj atë sepse ti je ai i cili më i miri i cili e pastron atë sepse ti je sunduesi i saj edhe mbrojtësi i saj. Prandaj frytet e jekinit janë se ai e bën edhe robin të palëkundur në sprova. Nëse ti e përgatit veten tënde në bindje ndaj Allah subhanahu wa taala, para se me ardh trazirat, para se me ardh sprovat, andaj kur të vinë ato sprova ty nuk lojnë shej, edhe të bojnë paluhatshëm edhe të bojnë që ndruheshëm ndaj sprova që ballafaqohesh në jetën tënde. Kujtoje rastin e Ibrahimit alayhis salam. Të gjithë ju keni dëgjuar për rastin e Ibrahimit alayhis salam kur mushrikët e asaj kohe populli i asaj kohe dëshirojnë që Ibrahimi alayhis salam me e gjujt në zjarr. Çka e bëri atë me shpëtu prej zjarrit? E bëri bindje ndaj Allah subhanahu wa taala që e kishte. Jekini që e kishte në zemrën e tij dhe bindje ndaj Allah subhanahu wa taala, edhe kur e hodhën në zjarr, Allahu shkak i bindjes Ibrahimit alayhis salam i tha zjarrit, bëhu i qetë dhe relaksues për Ibrahimin, edhe dështi Allah subhanahu wa taala që ai zjarr mos me djeg Ibrahimin alayhis salam. Prandaj, ata që kanë bindje ndaj Allah subhanahu wa taala ruhen edhe për mos me i mëkatu Allahut, mos me i bë gjinohe Allahut, sepse çdo herë ata e kanë në mendje tyre ajetin kur thot Allahu alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e din ai se Allahu çdo herë ty sheh? Ata të cilët luftojnë edhe mundohen që me shtu bindjen e tyre ndaj Allah subhanahu wa taala nuk i mëkatojnë atina me qëllim, nuk i bëjnë mëkat atina me qëllim, sepse e kanë çdo herë në mendje këtë ajet, sepse Allahu çdo herë ty të sheh. Edhe nuk do, është një thënie shumë e mirë, se nuk duhesh me shikue mallësinë e mëkatit se sa është mëkati i madh, por se duhesh me shiku madhështinë e atina se kujt je duke i mëkatu. Duhesh me ditë se para çdo gjinoje shiko se kujt ai duke i bëjë gjina. Dije se ai duke i bëjë gjina Allah subhanahu wa taala, krijuesi i gjithësisë, ai i cili më ka kriju mua edhe të ka kriju ty. Prandaj para çdo mëkati, para çdo vepre të cilën don ti me e bë, kujtoje këtë ajet alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e din ai se Allah subhanahu wa taala sheh. Allah subhanahu wa taala edhe kur çdo kush prej njerëzve nuk është me ty. Allah subhanahu wa taala sheh edhe kur ti je vetëm. E bindja më e mirë, devotshmëria më e mirë e robit është kur ai e adhuron Allahun subhanahu wa taala atëherë kur është vetëm. Kur ti je vet, edhe nuk e ke kërkon prej njerëzve, epshi vet, nefsi vet la çon ty drejt asajna që me i bë mëkat Allah subhanahu wa taala. Shumë prej njerëzve që kanë deviju, edhe kanë bërë gjëra të mëdha ka qenë shkak i vetmisë tyre, se kanë menduar se askush më nuk i sheh, por se dije se Allah subhanahu wa taala kur ti je vetëm, ai është me ty. Allah subhanahu wa taala është me ty në çdo vend edhe në çdo kohë. Allah subhanahu wa taala të sheh ty edhe atë kur ti je vet, larg këtij njerëzve. Andaj kujtoje prap. Po e përsëritim prap, kujtoj këtë ajet alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e din ti se Allah subhanahu wa taala sheh kudo që je. Pastaj bindja e plotë në Allah subhanahu wa taala let tek ti edhe guxim. Nëse ti je i bindur ndaj Allah subhanahu wa taala, edhe e ke mbush zemrën tënde me jekin, kjo si frut i saj na është kjo lën tek ti edhe guxim edhe bën robin më të guximshëm edhe të vendosur në rrugën e së vërtetës. Për këtë e kemi shembullin e Musait alayhis salam dhe Harunit alayhis salam, kur Allah subhanahu wa taala ju dha urdhër këtyre për me shku te Firauni dhe i bë davet atina. Të gjithë ju e dini Firauni se ka qenë një prej zullumçorëve më të mëdhaj që kanë ekzistuar në rrugën e toksor. Firauni ishte prej atyre që e vuri veten e vet në pozitën e Allah subhanahu wa taala, tha unë jam zoti i kësaj toke. Edhe Musa alayhis salam me Harunin po shkojnë bashk, Allah subhanahu wa taala po i urdhnon këta për me shkuar me i bë davet Firaunit, edhe për me e kthyer ato për me ia treguar atina të vërtetën. Çka po thot Musa me Harun alayhi salam? Qala rabbana innana nakhafa an yafruta alayna aw yatgha. O Allah, po i thonë këta, o Zoti jon, ne po friksohemi se ndoshta ai mos po dal prej vetës, edhe ndoshta ai mos po na dënon neve, edhe mos po na maltreton me diçka. Po thot Musa me Harun alayhis salam, pastaj Allah subhanahu wa taala ja kthen përgjigjen këtyre. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Mos u friksoni sepse un jam me juve, dëgjoj edhe shoh çdo sen. Kjo është shembulli më i mirë i bindjes ndaj Allah subhanahu wa taala.
Po ashtu edhe një ngjarje të cilën mundemi me e përmend, ngjarje të cilën ju ndoshta të gjithë ju e dini, por se po e përmend vetëm për kujtim, është ngjarja e Uhejb bin Wardit kur e pyetën se çka është yekini i vërtet. Kur Uhejb bin Wardin e pyetën se çka është bindja e vërtetë ndaj Allahut subhanahu wa taala, ai tha bindja e vërtetë ndaj Allahut është frika ndaj xhehenemit, me të lënë ty natën pa xhum, edhe shpresa për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala me të boçë me agjëru gjatë ditës. Kur Allah subhanahu wa taala ka kriju xhehenemin dhe xhenetin, e ka thënë melekun Xhibril me shiku se çka ka krijuar në xhehenem. Kur e çon melekun Xhibril për me shikuar se çka ka krijuar Allah subhanahu wa taala në xhehenem, e shikon melekun Xhibril për atë maltretim, atë dënim të madh, atë zjarr të madh. Edhe thot, o Zot, çka pas ke kriju ti në xhehenem, nuk pas ka njeri që pas ka me hyn to. Por se i thot Allah subhanahu wa taala, shiko se me çka kam rrethu xhehenemin. Kur shikon melekut Xhibril se me çka Allah subhanahu wa taala e ka rrethu xhehenemin, e sheh se atë e ka rrethue me epshe të mëdha, me klatësi të mëdha ku vet nefsi i don ato. Thot, o Zot, me çka pas ke rrethu ato, vetëm mëshira jote është e cila e shpëton ata nga ky dënim. Pastaj e çon melekun Xhibril me shiku se çfarë ka kriju Allah subhanahu wa taala në xhennet. Kur hyn Xhibrili në xhennet edhe udhton në xhennet, udhton nëpër dyert e xhennetit, edhe sheh prej të mirave siç e ka përmend Allah subhanahu wa taala në hadith kutsi, diçka që syri s'e ka pa kurr, diçka që veshi s'ka dëgjuar asnjëherë për ato të mira, e diçka që as mendja e njerit nuk mund të më shku asnjëherë që për ato të mira që Allah subhanahu wa taala i ka kriju në xhennet. Thot Xhibrili, o Allah, shpejt mirave që pas ke kriju në xhennet, nuk pas ka me pas njeri që s'pas ka me hin to, nuk pas ka me pas njeri që nuk ka me laku në xhennet. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala, shiko me se çka e kam rrethue xhennetin. Kur shikon Xhibrili se me çka ka kriju, me çka ka rrethu Allah subhanahu wa taala xhennetin e tina, e shes atë ka kriju me mund të madh, me sprova të mëdha, edhe se nuk mund me fitu ato askush, vetëm ai i cili është i bindur ndaj Allah subhanahu wa taala, edhe jeton i nënshtruar ndaj Allah subhanahu wa taala, edhe jeton me durim ndaj sprovave që Allah subhanahu wa taala e sprovon atë. Prandaj tha Uhejb bin Wardit se kur e kam pyet për yekinin e vërtet, tha se yekini i vërtet, bindja e vërtet ndaj Allah subhanahu wa taala është ajo bindje që natën frika ndaj xhehenemit, frika ndaj për mos me hinë në xhehenem, të lën natën zhut tyje duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, pastaj shpresa për me hyrë në xhenetin e Allahut të bën ty që me agjëru çdo ditë, sepse duhet ditur se agjërimi shpesh ndaj Allahut subhanahu wa taala, po ashtu edhe shtimi i adhurimeve është prej shkaqeve që e bëjnë robin për me hyrë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, Allahu na vë prej tina. Pastaj tregohet në ngjarjen e Uhejb bin Wardit sa ai kishte arritur çaq shumë, e ishte prej atyre njerëzve që kishte asketizëm edhe zoh të madh në jetën e tij, saqë nuk i interesonte asgjë për kënaqësive të dunjajës, kishte arritur me një pikë se nëse dikush i ankohej këtina për sëmundje, nëse dikush i ankohej këtina për ndonjë sëmundje tron ose për ndonjë varfëri tron, ai vetëm çeshte edhe thoshte se dinë se Allahu subhanahu wa taala është edhe më i madh se këto. Nëse kjo sprovë që të ka godit ty, kjo sëmundje që ka të godit ty, ose kjo varfëni që ti e kije tash, dije se Allahu subhanahu wa taala është edhe më i madh se këto, edhe kjo është bindja e vërtetë që e kishte Uhejb bin Wardi. Ja ayyuhan nafsul mutma'inna, tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ja ayyuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, o ti shpirt i qetë, ktheu tek Allah subhanahu wa taala i kënaqur, po ashtu dhe Allahu duke qenë i kënaqur prej teje. Prandaj duhet ajo se që na intereson rreth kësaj teme është edhe si me arritur në të bindja vërtet, si me arrit deri tek yekini i vërtet. Prej shkaqeve kryesore është që robi me marr dije, edhe me lexu rreth fesë Allahu subhanahu wa taala, me lexu rreth emrave të Allahu subhanahu wa taala, me lexu rreth cilësive të Allahu subhanahu wa taala dhe asaj se çka Allahu subhanahu wa taala ka zbrit në Kur'an, edhe ato se me çka ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban متشبها المتوافي تغشر جلود الذين يخشون ربهم. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, Allahu ka zbrit fjalën më të mirë tek njerëzit, një libër të ngjashëm me pjesë që rënqeth lëkurat e atyre që kanë frikë Zotin e tyre. Prandaj tha Allahu subhanahu wa taala në ajet tjetër kuranor se besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur i lexojnë ajetet e Kuranit ju shtohet imani atyre, edhe kur i kujtojnë ajetet e Kuranit ju dridhet zemra atyre prej madhështisë edhe prej madhështisë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në këtë Kur'an. Prandaj meditimi mbi Kur'anin dhe shenjat e krijimit, edhe atë se çka ka krijuar Allahu subhanahu wa taala është prej shkaqeve që e shtojnë bindjen tek robi. Kur'ani është libër i yekinit.
Vetë Kur'anin mundemi me thënë se është libër i bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur e lexon dhe mediton, zemra përjeton vetë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, a nuk e meditoni Kur'anin, am ala qulubihim aqfaluha, apo ndoshta në zemrat e juve ju vetëm se e keni prangos zemrat e juve, edhe i keni lidh zemrat e juve, dhe i keni burgos zemrat e juve, edhe mo nuk meditoni rreth Kur'anit. Zemër e cila e mediton Kur'anin është ajo zemër e butë. Zemër e cila adhuron Allahun subhanahu wa taala, edhe zemër e cila është e nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne tha Allahu subhanahu, na kena më kallëzu atyre, edhe gjitha shenjat në horizont të cilat ne i kena kriju, edhe në vetveten e tyre. Allahu subhanahu wa taala po thot në Kur'an se na kena më kallëzu juve. Çdo sen që Allahu e ka kriju në horizont, çdo sen që Allahu subhanahu wa taala ka kriju në këtë dunjë, ashtu edhe në vetveten e juve, derisa të bëhet e qartë atyre se ai Allahu subhanahu wa taala është vërtet ai i cili meriton të adhurohet, është vërtet ai Allahu subhanahu wa taala i cili meriton që ne të nënshtrohemi atina. Prej rrugëve që na dërgojnë drejt përmbushjes së yekinit, për rrugëve që na dërgojnë drejt përmbushjes së bindjes së vërtetë ndaj Allahut subhanahu wa taala është përmendja e vazhdueshme, që gjuha jote me qenë çdo herë e lagur duke bërë dhikr Allahut subhanahu wa taala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, padyshim se zemrat qetësohen vetëm duke e përmend Allahun subhanahu wa taala. Transmetohet në hadithe të ndryshme, në transmetime të ndryshme se vazhdon robi me bë dhikr Allahut subhanahu wa taala derisa të shkruhet tek Allahu për atyre që e bëjnë dhikr shumë. Ibn Salahi një transmetim të cilin e kemi përmend shumë herë, duke e ka thënë se ai i cili është i kujdesshëm ndaj dhikrit mëngjesit, ai i cili është i kujdesshëm ndaj dhikrit mbrëmjes, ai i cili është i kujdesshëm ndaj dhikrit pas çdo namazi, dije se Allahu subhanahu wa taala këtë person e shkruan për atyre që e bëjnë dhikr Allahu subhanahu wa taala shumë. Edhe në ditën e gjykimit kur do të dalësh para Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka më i thirr ata të cilët e kujtojnë, kanë kujtuar ato shumë, ka më i thirr me emra të veçantë, edhe ka më i bë këtyre pozita të veçanta. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar se çdo herë na me bë dua edhe me bë dua Allahu subhanahu wa taala që më na shtu neve yakinin. Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për duave të cilën e bën të shpesh, o Allah, shtoje imanin tem, shtoje besimin tem, shtoje bindjen tem, edhe shtoje kuptimsinë ndaj fejes. Me një fjalë, me një dua ka thjesht i bën 3 dua, të cilat dua kanë kuptim madhështor. Allahumma zidni imanan, o Allah, shtoje imanin tim, shtoje besimin tim. Ne çdo herë kemi nevojë që ta lutim Allahu subhanahu wa taala për me na shtu besimin ndaj fejes tina. Allahumma zidni yaqinan, o Allah, shtoje bindjen tem, bindjen ndaj tina për me nënshtruar tina. Edhe e treta që ka përmendur pejgamberi sa në dua, Allahumma zidni fiqhan, o Allah, shtoje kuptimsinë ndaj fejes tonde. Kjo është ajo e cila ne kemi më shumë të nevojë që Allah subhanahu wa taala me shtu tek ne besimin, me shtu tek ne bindjen ndaj tina, edhe pas gjithë tyre me shtu Allah subhanahu wa taala kuptimsinë tonë, kuptimsinë që me kuptu Kur'anin në mënyrën e drejtë, me kuptu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më drejtë, edhe me adhuru Allah subhanahu wa taala ashtu siç është ai i kënaqur me neve. Dhe e fundit që kam përmend dietarët rreth asaj e cila ka të bëjë me shtimin e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala është edhe kujtimi i vdekjes. Me kujtu se një ditë prej ditëve do të vdesim. Selefi ishin prej atyre të cilët shkonin edhe hapnin gropa, edhe futin veten e tyre në grop, edhe kujtonin natën e varrit. Edhe pastaj kujtojnë ajetet ku robi thot Allahu subhanahu wa taala, ja lejtani, i miri, sikur kisha më u kthy në dynjë, edhe kisha më punu vepra të mira. Pastaj ata dilin nga ajo grop edhe i thonin, ja tani u ktheve në dynjë, edhe puno vepra të mira. Kujtimi i vdekjes, kujtimi se një ditë kimë vdek, kujtimi se një ditë kimë përjetu natën e varrit, kujtimi se një ditë kimë dal para Allahu subhanahu wa taala dhe kimë u pyet për çdo vepër, qoftë e vogël apo e madhe, kimë u pyet për çdo të mirë dhe të keqe, është prej shkaqeve që shton tek ti bindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannaka al-hayatu dunya. O ju njerëz,
Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, vërtet se premtimi i Allahut është i vërtetë, prandaj mos të ju mashtroj juve jeta e kësaj bote. Ndodh shpesh që robin me mashtruar jeta e kësaj bote, me mashtruar të dynjaja, edhe me harru ai krejt se ka me vdek. Ndërsa vizita e varrezave edhe kujtimi i vdekjes është prej shkaqeve që e shton bindjen ndaj robit. Është mirë që ti më bëni adet në veten tënde që me shku me vizitu të varre shpesh, jo me shku për ndonjë qëllim tjetër, por vetëm me shku me vizitu varrezat edhe me ja kujtu vetes se që tu ki me ardhur, andaj mos u mashtro mas dynjajës, që tu ki me ardhur mos u mashtro mas kotës, por se flitet e vërtetën, që tu ki me ardhur mos mashtrojnë të mirët e kësaj bote, epshet e kësaj bote, por se kujtoj ditën se ki me ardhur këtu dhe ki me u ballafaqu me natën e varrit, edhe një ditë prej ditëve ki me dal para Allah subhanahu wa taala. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që me shtu bindjen tonë ndaj tina, e lutim Allah subhanahu wa taala që me shtru prej neve dhe me na bo neve për atyre të tjerë janë të nështrueshëm në fenë e tina, e lutim Allah subhanahu wa taala që me na bo për atyre që e kuptojnë më së miri Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe adhurojnë Allah subhanahu wa taala në mënyrën më drejtë, walhamdulillahi rabbil alamin.